transmituar të keqe ka cekur në Kur'an dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithet e tij. Ne jemi duke folë që disa gjumoja në radhë për haramat e mëdha dhe kjo është i shtati haram sipas rënditjes rëndore të cilën e kanë rënditur dietarët islam. Kurse sipas rënditjes pejgamberit për haramave të mëdha të cilët i ka rënditur në hadithin e tij sab'al mubiqat, 7 harame të mëdha të cilët janë djegëse, shkatërruese për një besimtar, ka thënë shirki, vrasja, sihri dhe kamata. Domethënë, kamatën e ka rënditur të katërtin gjuna prej gjunave të mëdha të cilët janë shkatërruese, domethënë për një besimtar. Ka thënë largoni në këtyre 7 mëkateve të mëdha. Allahu xhelal në Kur'an thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون." صدق الله العظيم. Në këtë ajet kuranor Allahu xhelal i drejtohet besimtarëve, të cilët besojnë në Allahun një. Allahu xhelal kur don prej besimtarëve t'i përgjigjen thirrjes së tij dhe i angazhon ato me një kërkesë prej anës së Zotit, të cilët janë betuar në Zotin një dhe e kanë pranuar Zotin një, i thret me këtë thirrje: "O ju të cilët keni besuar." I ndan dhe i ndallon prej gjithë njerëzimit tjetër. O ju të cilët keni besuar, tash bëhet fjalë për juve, veçanërisht, me përjashtim njerëzive të cilët nuk kanë besuar. Dhe do t'ju angazhoj me një kërkesë, e cila e cek Allahu xhelal pas thirrjes së imanit dhe ngritjes së imanit në nivelin e duhur. Se tash kur ti thosh o musliman dikuj, duhet të nalet vetëm kur përmendet emri musliman, tash Zoti po thot o besimtar i imi, cilin ke besuar. Ne ke besu Zotin një dhe ke besuar Muhammedin alayhi salatu wassalam si pejgamber. Ka dale, nal. Rrithkau dhe qita ati imonin tëmë në shesh. Se njeriu di ka dënar imonin të anashkallohë. Qysh të anashkallohë? Të më thonë të shkoje si në hares, beson po e kalon si në hares, të Zotit do në të zgjojsh imanin tonë. Ti hapish si kurse një njerë, për shembull, tash është në xhami, por nuk është e një hoxhën shka është të folë. Pse s'është e një shka të folë, asa në xhami, jo në xhami është. Por menja i ka shkue, ku me ditë ku e ka menën? Edhe tash nuk është e një hoxhën. Po hoxhë është e folë potere, apo potere po ka, po ajë s'është e një. Edhe Allah mund gjelën në këtë variant, dhe me thonë ku kam se e thirë imanin. A i musliman është, besimtar është, por shkon në harez dhe të njeriu. Se njeriu prej fjallës insan gjuhën dhe rave, është haruës, shkon në harez, të re, rrithkau o njeri. Rrithkau. Qka rrithkau? Fettekullah, ke frikë Allah më gjelën. Zoti tash, para se me e cek, ka matën tha, o të kile, o të kullah, keni frikë Allah më gjelën. Për gjeju në thirës Allah i dhe gjelën. Praktikojnë e urdhën e Allahu xhelal, realizojnë e urdhën e tij. Çfarë urdhni? Urdhni vend mas fattaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Lejna ribaja, kamata. Pse tha lejna kamata? Po ish prezent të musliman kamata. Kja jetë e ardhi cili e ndaloj kamata. Në më thonë, po, a këna konë halal? Në fillim të islamit, krejtën konë halal se Kurani nuk ka ardhi kompletuar, ka ardhi pjesërisht. Dhe këto ajetet e kamatës erdhën në përfundimin prej ajeteve të fundit të Kuranit. Dhe më thonë, kur pejgamberi edhe pak ndroje,
Kurse muslimanët e ende e shfrytëzojshin dhe e përdorshin, jo kur hinën në islam, po para islamit ato e shfrytëzojshin. Kamata ishte në atë kohë e publikuar, por cilët njerëzje e punojshin kamata. Njerëzit të cilët e duan vetëm vetëm. Dhe sot e madite punojnë njerëzit çka duan t'ja marrin të mirët të tjerëve, vetëm ato të jenë, vetëm ato të kenë, vetëm ato të jenë fuqishëm, të mëdhaj, pare shumë ketë. Kurse njerëzit tjerë, ti robrojnë. Kjo ka qenë mënyra njerëzit në atë kohë çka i kanë robruar njerëzit, dhe sot i robrojnë njerëzit. Kamataxhit në zemrat e tjera nuk kanë mëshirë, nuk kanë dashuri dhe rahmet. Dhe kur të kesh punë më një kamataxhi, sa dojeni të kallëzohet i ndershëm, njerëzor, më rëndësirën e ti e ka egërsien, ashpërsien, njetin e keq. Pra çka thot pejgamberi në mëla amalu biniyat, çdo punë është me njetin e sajs. Më thonë, ai e ka njetin e keq. Çfarë njetin keq? Jo, hoxha, po këtu është tregti. Kjo është njëjtë, jo, s'është tregti, se dhe atëherë i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam mushrikët, el-bej'u mithlu riba. Tregtia është njëjtë si kamata, jo, nuk është Zoti ja u ka thënë. Lejse el-bej'u mithlu riba, nuk është tregtia njëjtë si kamata. Se tregtia është shërbim, nevojë për shoqërinë njerëzore, kurse kamata është dëm për shoqërinë njerëzore. Dhe ati ku përdoret kamata, ati sjellët fukaralloki, urrejtja dhe fatkeqësia. Më një vend ku është e përhapur kamata, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më një vend ku është e përhapur kamata, dhe është e përhapur zinaja, më thënë e hallu ghadab Allah. Pejgamberi thot e kanë merituar dënimin Allahut. Qish e hallu, e meritojnë. Nuk ka pse Allahu xhelal atë popull mos ta dënon. Dhe tash ne nalemi dhe mendohemi në shoqërinë tonë. A ka me qmi pa hi kamata? A ka me qmi pa hi zinaja? Qofse janë përmi 50%, do më thonë shumica janë. Ne tash ku bojna për këto dy elemente, zinaja, tash ne i thojna i modernizuar. Kur i thojna kamataxhi, biznismen, po dike qish me nëzirë para njeri, Zoti. Edhe tash, në këtë modernizimin e zinajes dhe në suksesin e kamatës, pejgamberi thot, më një vend ku përhapën këtë di të këshia, thot, nuk ka arsia Zoti pse mos me dënu atë popë. Dhe ne sot shofna dënime, por krejto dënime të cilët i përjetojnë, shpesh herë besni, pse edhe po ndohë kështu me neve? Pse mos me ndohë me neve, kur ne e meritojnë atë dënime? Pse mos me ndohë e keqe? Kur ne të gjitha punët e këshia i kena legalizuar, dhe i kena miratuar, me vetë dëshirën tonë. Tash, qofse i marrë ne hadisët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe ajetët kuranore dhe e këshirëna mesin në të cilën jetojnë, duhet të hikna për i këti vendit, mos jetojnë atë këtë. Pse të hikna për i këti vendit? Ku e mund zullumi një vend, të rëdush të largohesh për ati vendit. Ku të shkojsh? Në krejt botën është qështu, jo verë në këtë du të gjojna një vend malë, ku s'ka njerëzit. Pejgamberi ashtu ka thonë para kiametit, njerëzit e devotshëm duhet hikin për i shoqërive. Shkojnë diku ku s'ka njerëzit jetojnë vetë. Se përhapja e kamatës, ka thonë në ditët e fundit të kësaj botës, do të përhapët, ka thonë ja Rasulullah, krejt njerëzit do të hapë, ka thonë edhe në qoftë se se hanë krejt njerëzit kamatën, do t'i ka plumni i kamatës edhe ato që ka mundohen mos të hapë.
Dhe a ndodhë sot me neve, po ndodhë sot, që duhet askuj shumicës mos mja hangër bukën, jo mja matë parë. Kamata po, zinaja po, vjedhja po, gjithat punë të këshia po, alkoholi po, droga po. Dhe tash ti faktikisht ha, kur shkojsh në gostia në ati ha, bukën e cila është e përgatitur, me pare haram. A pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, kush e ha një kafshat prej haramit, nuk i pranohet namazi 40 ditë. 40 ditë thot nuk i pranohet, nuk i ngrehet namazit e Zotit. Kush e ushqen fëmijën nëse trupin e vet në haram, thot ai trup është i përgatitur për zjarr të xhenemit. Do me thonë drum, si na shka i përgatit na drum të shqipërdimën, thot qashtu asha i trup i përgatitur, drum i zjarmit të xhenemit. Dhe kamata është prej haramave të mëdha, ku Allahu Gjelal e përshkrua në këtë ajet, tash në fillim të ajetit thot, wattaqullaha wa dharu ma baqiya min, lejne kamatën edhe kur ka urdhëru pejgamberi në haxhul wida, do të thonë haxhi i vërda ka qenë atë çka ka vdekur edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Parën kamat të cilën e la, thot është e migjës të Abbasit. Do të thonë edhe migja pejgamberit ka pas parë me kamat të dhënë. Nuk ka kërku që ta rrithken atë shka e ka marrë prej kamatës. Se atëherë ka zbrit ajeti kuranor i cili e ka ndaluar, por ka thonë pas kësaj ditës, vetëm parën tënde do ta marrësh. Dhe thot e fali kamatën e migjës tem Abbasit, dhe kamata do t'jetë nën këmbët e mia, do të thonë e poshtërsuar. Dhe për kamatën ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam se do t'jetë kamata 70 e kusur grupe. Dhe më e lehta prej kamatës është sikur sa ai i cili ban zina me nënën e vet. Më e vogla dhe më e lehta është sikur ai i cili ban zina. Pse ka thonë zina me nënën? Duke e ditë mëkatin sa është i madh i zinajës. Ka thonë zina e madhe, duke e ditë ashpërësia dhe dënimit të saj. Dhe duke u gërditur cilësimin shka ta ka bo. Se herteni prish duesh me konë, për këtë cilësim shka ka thonë pejgamberi ka përnej me ndonë. Ku i shko menja me ndonë? Jo duhet shkoja, nuk duhet shkoja menja, jo ta bëjsh. Njajt është, nuk duhet shkoja menja me bon, kama, jo ta bëjsh. Në thonë, gërdin duhet vije për e asaj, vetëm ta mendajsh. Dhe nuk mujtët të bëje kamatën ai cili ka një grimës të imanit në zemrën e vetë. Jashtë se duhet tjetë i prisht, sikur sa ai cili flenë në nënën e vetë. Një njerë shka flenë në nënën e shka me konë, nuk është njerë e aje. Nuk mujtët ta mendanë. In kuntum mu'minin, Zoti prapë thot, qofse, thot, lejnë e kamatën qofse jeni besimtar. Prapë e përsëri, fillim, thirrje o ju besimtar, tash në fund të ajetit thot, lejnë e kamatën qofse jeni besimtar. E në qofse nuk jeni, vazhdojni. Por, një gjotë dine, fe illem të falu, Zoti thot, një gjotë dine, fe illem të falu, qofse nuk e lini, nuk mund daloni, fa dhe mu bi harbi min Allahi wa Rasuli. Thot, Zoti dhe pejgamberi ju ka shpall luft juve. Dhe ju jeni në luft me Allahun dhe pejgamberin, alayhis salatu wassalam. Në atë kohë dhe në kohën e sotshme, dhe deri në këtë ditën e Kiametit, kamataxhit do të jenë luft me Allahun dhe pejgamberin, alayhis salatu wassalam. Abdullah ibn Abbasi thot, sigurisht që janë luft me Allahun dhe pejgamberin alayhis salatu wassalam kamataxhit. Ditën e gjykimit kur të rëngjallën, do t'ju thojnë mirë në armat e juve dhe pregadit
luft kundra Zotit dhe pejgamberit. Në atë ditë kur ato do të qohen, por çish do të qohen, ajeti tjetër thotë se sikur ato të cilët në këtë dunjoj i përshkruan, kur i prek shejtoni, na do njerëz ku s'muan keq, nuk din çka folin, thënë e kish prek shejtoni, e kishin kapur shejtanët përpara, e gjinët. Dhe ai ku është bje, nuk di çka fol, e ka përshkruar këtë mënyrë ta tregoje se frika e tyre kur dalin para Zotit, çfarë gjendje kanë të qenë këto njerëz. Në pa vetdije. Dhe këtive njerëzve në pa vetdije, ju thotë, hajde, ku e keni armën që të luftojni kundra Zotit? Jo ai keni shpall luftë Zotit, po hajde, tregojnë atë guximtarinë e juve, as gambëkën e juve të cilën e kishni në dunja. Se faktikisht të gjithë këto kamatash para njerëzve bën trima dhe azgana. Pse? Pare me kamat, sot është zot pare pa kamat, kur ja jep dikujt ja marrish. E jo me kamat, për me ke pa dhon pare me kamat, duhesh që është trem. Se duhesh që ja marrish shtëpinë, duhesh që ja marrish shkelën, duhesh që ja marrish dyqanin, duhesh që ja marrish djalin ose vajzën. Kjo ndodh, është ndodhur të sot, të ne. Por, a janë të barabartë janë edhe ati qka i mirë, edhe ai qka e merë, se edhe ai qka i mirë, pse njëni ta i mirë, qka e di se s'ka fe, të marrë pare me kamatë. Se edhe ai qka e ha kamatën është barabartë me atë qka e jep kamatën. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë, Zoti lanet e boft ai i cili e jep kamatën dhe ai i cili e merr kamatën, dhe ai i cili e dëshmon, bëhet dëshimtar për kamat. Lanet Zoti i boft. Edhe ato të cilët shkojnë dhe e dëshmojnë, murë vëllaj s'mo të shka bo, shka me bo. Ndodhë dhe ati më boni dëshimtar. Tha, qyre se që ti pia pare me kamat. Ndodhë ati. Jo, nuk ndodhë ati. Më falë shoq, pare me kamat, jo. Më falë, s'jam këtu me për teje. Se nuk kam nevojën e të marrë pjesëmarrje më një gjuna të madhë, çka nuk kam dobi as në dunja dhe as në ahiret. Muslimoni nuk duhet të jetë naiv, e kena përsëritur disa herë. Muslimoni është i mirë, i mërshëm, i drejtë, por jo naiv. Që të keq përdoret. Fa in tubtum falakum ruusu amwalikum. Qofse u pendoni, pra pendimi pranohet. Ki gabu. Ku thamë fillimisht, ka qena imoni jot në hares. Ki shtrit, ki gabu. Ka arë vetëdia, i e pendu. Zotit thot prap kje dirë. Fa in tubtum falakum ruusu amwalikum. Qofse u pendoni, thot merne aq sa ja kero. Jo tepër, sa ja kero. Ja kero 1.000 euro merja. Ja kero 5.000 euro merja. La të dhimune o la të dhimu. Mos t'ju bojnë dam jume, por edhe mos i bajni dam të tjerve. Pejgamberi ka thonë, la dororo o le dirar. Në islam, as nuk lejohet të bojsh dam, as nuk lejohet të bojsh dam vetës. Tash në këtë ajet, Kur'ano, a lejohet dikuj mi marrë pak ma tepër se sa i ki dhonë. Qofse unë e ti kom dhonë para 10 vjetëve 1.000 dinar, edhe tash ti po do me mi thkin 1.000 dinar. A kam drejt me të lipë, disa djetarë kanë shku kjerë të drejt, se palja nuk është
mjet i cili është i garantuar. Qofse unë me ato 1.000 dinar të kom bler 1 qerak lire, në atë kohë të kom dhon 1 qerak lire, tash ma rrethka 1 qerak lire. Se tash ai 1.000 dinar që një atërshme nuk është njësoj si këtë sot. Këta disa djetarë të Ezherit e kanë lejuar, disa e ndalojnë edhe ketë. Ato thëjnë se tash tjej qka i kanë pas borç, ki po dantohet. E mirë për shembull, ai muftia i Egjiptit, qofse unë ja kom dhënë një shokit tem të shku në Amerikë para 10 vetëve, ose 20 vetëve ai ka shkuar dhe ju kanë dash parët, thotë unë i kom marrë parët për mi ble 2 par katllëka, se profesorëve i duan për çdo vetë me ble katllëka, me dalë para nxënësve ose studentëve elegant, të pastër, thotë unë parët e katllëkave ja kom dhënë shoqet tem me shku në Amerikë. Dhe ai kur afki mas 20 vetë, mi s'kam 2.000 dinar. Me 2.000 dinar atëherë i kom ble 2 par katllëka, sot i blej 1 par tablolla. Tash a jam damtune, po thotë jam, thotë një blej, thotë 2 par katllëka. Që unë mos damtone. Po jo ti mohet kamat. Dhe për ashka thotë, la dorora valit, nuk po dam as njëri, as qetëri. La tadhlimuna wala tudhlamun. Allahu Jallal الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ato të cilët e cekën parzën, sa kur ngrejnë ditën e gjykimit do të ngrejnë para Zotit, sikur se shka i ka prek shejtani, jashtëse në qofse të pendohë. Qofse nuk pendohë, atëra jemi thotu, amen, ade fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ato të cilët vazhdojnë që të punojnë me këna. Thot janë banorët e xhenemit të përhershëm. Më thonë, Zoti thot se ato të cilët vazhdojnë që të punojnë me këna, thot janë banorët e xhenemit për në khalidun, të përhershëm në xhenem. Më thonë, kjo është ajo e cila punon me këna. Nështrohet një pyetje, shpesher tash, se tash jena i përjetuar më një shtetë të cilën punojnë në sistemin bankar. Është drejt tash më nështu pyetja, bankët kanë kamat. Kjo të cila folëm është kamata ndër shoqërore e cila përdorët privat. Kamatët sipas bankës ndërkombëtare, Universiteti El Azhar në vitin 1976, në kohën e presidencës të John Kennedy's, sa në këto, sistemi bankar nivel botror kanë ndryshuar. Ashtu ne jep fatvaja e Ezherit si universitet, i cili sot e madit është fatvajat ndërshoqërore dhe shtetërore nxjerrën prej Universitetit Ezherit, se është si organizat më e madhe dhe ma legitimja në botën islame. Ma shumë hoxhallah që ka kanë nxjerrë drejt botën islame dhe është universitet i cili i ka edhe sistemin bankar, edhe gjyqësien, se 82 drejtime ka fakultetet, nuk është një fakultet si kur të na, fakultet i shkencëve islame. Universiteti e Zarit ka si Kirilli, jo se të tosë, por është edhe majgjër, 82 lloj fakultet. Mbrena këshillit të Universitetit të Zarit, ki edhe matematicient, edhe ekonomist, edhe biznesmen, edhe gjithë këto të cilët nxjerrin fatvajet në aspektin shkencor. Ato e shohin se Universiteti El Azhar e shef se bashkëpunimi me banka prej viteve 76 është halal, se sistemi i tyre ka ndryshuar, nuk është mo siguria me ari, por i konsideron bankët si kompani biznesësh të përbashkëta. Dhe me punu në bankë, thot është halal me marrë rogën, se ati mirët
prej kontributit dhe bizneseve, parja, roga. Kurse dietarët tjerë që janë privat dhe mbrana universitetit, ka çka thojnë është haram. Dhe prej dietarëve të njohur në botën islame, si Dr. Buti dhe Shahravi, ato thojnë është haram edhe prej bankës. Çim quhet kabat, është haram. Po hoxhoti tash na love a halal a haram. Unë nuk jam i kategorisë me thonë as halal, as haram, se duhesh qesh bëjgje një dietar i madh për të thonë halal ose haram, po unë e përdorim hadisin e pejgamberit alayhi salatu wassalam si porosi, da ma yuribuka illa ma la yuribuka. Gjithmonë thot merra aqka nuk i dëshime dhe leja aqka ki dëshime. Por a mujna ta bojkojtojnë, se ta blokojnë sistem, na jena të vetëdijshëm se nuk mujna të blokojnë. Allahu dhul Jalal na mëshiroft dhe na shpëtoft prej këtyre sprovave të kësaj botës. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum walhamdulillahi rabbil alamin.